Feja Islame në TikTok organizohet quiz Islam i drejt. Jo vetëm kaq. Ky quiz do ketë dhe lojë për pyetje. Fituesi i vendit të parë do ketë dhuratë nga ne. Mos mungoni. Ju mirëprit. Vllauin moderatori Fatmir Emini. Eja, dëgjoj dhe mëso. E në fund shpërblehu nga Faqja Islame, Feja Islame në TikTok. Quiz Islam me lojë për pyetje. Fatmir, shkojnë në direkt me të parën, inshallah. Ja, bismillah. Çfarë është akidja? Nën A, devotshmëria në Allah, nën B, bindje në Allahun, nën C, udhëzimin në Allahun. Edhe njerë, nën A, devotshmëria në Allahun, nën B, bindje në Allahun, nën C, udhëzimin në Allahun. Hapi komentet? Hapi komentet dhe përgjigja. Aha. Përse për i hapon bëse. Si e ka gati. Okej, vazhdoni. Okej, përgjigja është e sakt. E ka gjetur Edona, është kjo më duket, po Edona e C nën B. Përgjigja është e sakt nën B, bindje në Allahun. Vazhdo Fatmir me pyetjen e dytë. Pyetja parë e ka gjetur Edona. Çfarë është tauhidi? Nën A, besimi në Allahun, nën B, adhurimi në Allahun, nën C, njësimi në Allahun. Edhe një herë, nën A, besimi në Allahun, nën B, adhurimi në Allahun, nën C, njësimi në Allahun. Hapim komentet. Vazhdoni. Okej, në rregull, pyetja e saktë është nën C. Njësimi në Allahun e ka gjetë Deti. Shkruaj motër Deti. Shkruani diçka këtu poshtë sepse më na tron pastaj. Okej. Mbyllni komentet. Vazhdo me 3 Fatmir. 3. Sa emra ka Allahu dhe numëro me një koment 5 prej tyre. E keni kuptu? Pyetja tretë është, sa emra ka Allahu dhe numëro në një koment 5 prej tyre. Duhet shkruani 5 emrat e Allahut, 5 prej tyre në një koment dhe ta lçoni direkt. Okej, sa t'i hapun komentet, ju do ta lçoni 5 të shkruar. 5 emrat e Allahut. Mund vazhdoni. 5 emrat e Allahut, 5 të shkruar. S'ka më pak e jo më shumë. Aleikum selam. Hane shpejt. I pari që t'i shkruaj 5 e ka fituar pyetjen, ha? Okej, mjafton me kaq. Okej, Valar Mongulus e ka gjetur, do të thonë ka shkruar i pari 5 emrat e Allahut, nga 99 i ka shkruar 5 emrat e Allahut: Rahman, Malik, Rahim, Gafur, Kudus. Jemi qartë? Okej, mbyllni komentet. Prit, shkruaj një diçka këtu. Mbyllni komentet tani. Vazhdo Fatmir me pyetjen e 4.
Numëro 5 emrat të sahabeve radiallahu anhu. Numëro 5 emrat po. Në më thonë, komentoni 5 emrat e sahabeve radiallahu anhu. Në koment dhe publikojeni, në më thonë. 5 për tyre, apo jo? Numër 5 emrat e sahabeve radiallahu anhu. Po. Habi komentet. 5 sahab. Në koment. Aleikum selam për gjithë të që po vinë. Po, pak më vështirë, po, subhanallah. Hajde, shpejt me 5 emrat e sahabëve. Me një koment 5 emrat. Ok, një sekund të pranoj. Ok. E Dona. E ka gjetë Dona Ebu Bekër, Uthman, Aliu, Enu Derda. Ebu Derda. Ok, Ebu Derda, po. E ka gjetë e Dona. Përgjigjen e 4. Ok, Fatmir, vërtoj me përgjigjen, do me pyetjen e 5. Mas komentit ti mos komentoni mo. Stakfirullah. Kush e hoqi? Jo, më keshët me atë Sedata, që pa temin. A i duhet këtu shpejt mi shujt temin ata i Omer ibn Hatab. Omer shkur shkejtës nga. Ok, Habib, hapni për komentet, të shkruaj një koment unë që ta majmen ku e kam lënë. Ok, po pse e ke nxërt 5 më Fatmir prit? Mbylli komentet? Ok. Ta ma shkur shkruni, që me dit. Nuk ka Sa lloje ndahet tauhidi dhe cilat janë ato? Vazhdoni. Komentet apo po di hapur tonë. S'pas kemi njëri për komentet tu. Ok. Sa lloje ndahet tauhidi dhe cilat janë ato? Tauhidi. Ky fol anglisht ky tjetri. Hajde. Ok. Po. Përgjigja e saktë e ka dhënë e para deti në 3, domethënë rububie, luhie dhe isma e sifat. Allah të shpërbleft, po. Deti e ka gjetë. Vazhdojmë me pyetjen e 6. I heqim komentet. Pyetja 6. Cili sahabi u përmend me emër në Kur'an? Hajde, bismillah, hapim komentet. Cili sahabi është përmendur me emër në Kur'an? Ok. Ok. Pyetja e saktë është Ebu Zeidi. E ka gjetur e Dona. Motra e Dona, e ka gjetur. Vazhdojmë me 7-ën. Fatmir. Ok. Cila pjesë të tauhidit nuk e pranuan mushrikët? A. Rububie, nën B. Esma u sifat, nën C. Uluhia. Edhe njerë. Nën A. Rububie, nën B. Esma u sifat, nën C. Uluhia. Hapim komentet. Cili të tauhid nuk e kanë pranuar mushrikët? Ok. Përgjigja është e saktë, nën C, e ka gjetur vllai Valar Morgulis.
Mbyllim komentet. Vazhdojmë me pyetjen e 8. Pyetja e 8. Ku qëndron Allahu? Nën A mbi qiell, nën B mbi arsh, nën C mbi xhenetin. Edhe një herë. Nën A mbi qiell, nën B mbi arsh, nën C mbi xhenetin. Hapim komentet. I pari që publikon. Okej. Pyetja e saktë është mbi arsh, nën B. E ka gjetur Husen Dreza. Husen Dreza, nën B. Mbi arsh. Pyetja e 9. Mbyllim komentet. Cila sahabi ka transmetuar më shumë hadithe? Cila sahabi më shumë hadithe? Okej. Nën A Ebu Bekri, nën B Ebu Hurejra, nën C Ebu Tahla. Edhe njerë, nën A Ebu Bekri, nën B Ebu Hurejra, nën C Ebu Tahla. Hapim komentet. Okej. Përgjigja e saktë është nën B, Ebu Hurejra. E ka gjetur ky vllai prap Valar Mongulis. Valar Mongulis. Okej, vazhdoj me pyetjen 10. Kujtësi 10. Në cilin shkallë të qiellit dhe cilin kohë zbret Allahu? Në cilin shkallë të qiellit dhe në cilin kohë zbret Allahu? Duhet ta shkruani aty poshtë. Duhet ta shkruani mbase unë të hap komentet, shkruani në cilin kohë dhe në cilin shkallë dhe në cilin kohë zbret Allahu nga arshi. Hapin komentet dhe shkruani. Komente, vazhdojnë me komentet. Okej. Pyetja e saktë është në shkallën e parë në pjesën e 1/3 të natës. Domthonë në pjesën në pjesën e 3 të natës. E ka gjetur vllai Valar. Tjerët e kanë shkruar 1/2. 1/2 nuk kuptohet. Në katë qiell nuk kuptohet, e ka gjetur vllai Valar. Okej. Do t'i shkruani më të kuptueshme. Me pyetjen 11. Si quhet munafiku më i madh i Medinës në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Do ta shkruani me emër munafikun në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Si quhet emri i munafikut në kohën e pejgamberit alayhi salam? Hapni komentet. Munafiku më i madh. Okej. Përgjigja e saktë është Abdullah ibn Ebeid Selul. E ka gjetur rrugët e Ilimit. E ka emër rrugët e Ilimit. Njëri Abdullah ibn Ubeid Selul e ka. E ka gjetur, nuk e di, është një foto këtu, po se kuptoj, e ka emrin pak rrugët
e ilmit. E ka gjetur kjo matra, Allah nuk e di, rrugët e ilmit. Rrugët e ilmit. Kjo që ka komentu tani fundit e ka gjetur. Okej. Mbylli komentet. I në rregull Allah i zonë, e ka kuptu. Pyetja 12. Si quhet profeti që goditi melekun e vdekjes me grusht? Atëherë, nën A, Davudi, nën B, Ibrahimi, a.s., nën C, Musa, a.s. Edhe njerë, nën A, Davudi, a.s., nën B, Ibrahimi, a.s., nën C, Musa, a.s. Hapni komentet. Okej. Përgjigja e saktë është 9C, Musa a.s. Musa a.s. 9C, për të emrin e personit, e ka emrin Arton, me flamurin e Kosovës. Vazhdojmë me kuicin 13. Fjala e profetit ka plu fort për 2 burime. Ata janë komentet për ju, sa t'i hapin komentet, duhet komentoni. Profeti a.s. ka thonë, kapni fort për 2 burimeve. A që janë, kush janë? Hapni komentet, ju do të shkruani kush janë ato burime. Në koment shkruani burimet. Kapni fort. Okej. Përgjigja e saktë është Kurani dhe Suneti. E ka gjetë ky vllai Valar Mangulis, po. Okej, Kurani dhe Suneti, po. Kishte pyetje 13. Vazhdojmë me pyetjen 14. A posedon Allahu më shumë se 99 emra? Ju do të përgjigjeni. Tu më duhet edhe ndihma e Orhanit pak sipër më vonë, nëse ka mundësi Orhani me i blarg. Okej, hapni komentet. Edhe vjen Orhani përgjigjet pëse. Orhan? Se nuk e kuptoj mirë këtë. Hajde, Habib. Okej. Atëherë, Habib. Me po ose jo. Në po ose jo. Okej, e kanë shkruar në jo, po. Përgjigja saktë është po, hadith. Orhan, se iku. Përgjigja saktë është nën po. Sepse ka i hadith, do më thonë që thot, o Allah, të lutem me çdo emër që është i yti, me të cilin e ke quajtur veten tënde, ose që e ke zbritur në librin tënd, ose që e ja ke mësuar ndonjë krijese nga krijesat e tua, ose që e ke mbajtur të fshehtë vetëm për veten tënde, në diturinë e të fshehtës. Prandaj është po, ka hadith për këtë. Përgjigja është po, të shohim kush e ka gjetë. Po. Jo. Albania 7737. Albania. Ka thonë po. Pastaj mëna pa ka qenë edhe Edona poshtë. E ka gjetë Albania i pari. Okej. Vazhdojmë me kuicin 15, kuicin e radhës, mbyllim. Me vdekjen e cilit sahabiu u dridh arshi i Allahut. A. Zubair ibn Awam, nën B. Saad ibn Mual, nën C. Bilal. Edhe njëherë, nën A. Zubair ibn Awam, nën B. Saad ibn Mual, nën C. Bilal. Hapën komentet.
radiallahu anhu. Po, e lexova hadithin në Ram. Okej. Pyetja e saktë është 9B. E ka gjetur ky vllai i Husen Dreza. Është 9B. Sad ibn Muall. Vazhdojmë me pyetjen me kuicin 17. Mbylli komentet. Të pranoj Orhanin. Një sekund. Po, habi. Orhan. Enes, atje e kije të Fatmiri pyetjen tjetër, ti i të lexu pyetjen tjetër. Tash e ki këtë për sahabien, kthe mas një edhe pyetje këtë tjetër tash. Domethënë këtë e ki pyet. Kthe mas. Fatmiro. Po Fatmiri po flet gjumë ç'a? Po e tash pyet, hajde. Habe Fatmiro. O to rusha dhe i kthen ka 2 rusha i kthen duket, hajde. I ka shku kë 15-a. Fatmir. A do të bëj blogë? Stakfirullah. O vazhdim. Allah. Jemi ka 17 o Fatmir. Fatmir, koncentrohet, çetër shka i të postu ki, tjetër shka të pyet. 17 bre. Për Imam Malikun ai pyete, për Imam Malikun ai pyete. Kjo është 17, po. E kam pyet për vdekjen e cilit sahabiu. Po, ama për Imam Malikun, domethënë mësuesi kujt u kon? 15. 15 nuk ka mirë. 15 Fatmir, 15. Edhe një Fatmir e ka tru direkt 16, domethënë. Ka dalë o Fatmir 15. Ka bëu gabim. E hupi fajin ki. 15 no Fatmir. Hajde të pite se horna. Ehu billahi min shaitan rajim. Bismillah. Ashe imam ka me fri inshallah. Imam Maliku ka qenë mësuesi i kujt prej dietarëve. Nën A Ebu Hanifes, nën B Imam Ahmedi, nën C Imam Shafiut. Edhe njëherë. Ka qenë mësuesi nën A Ebu Hanifes, nën B Imam Ahmedit, nën C Imam Shafiut. Apri komentet? Kjo është një nga pyetjet që ka kalu, domethënë, pastaj vazhdojmë nga 17 mrapa. Okej. Atëherë kjo është nën C, prit se humallon imam. Nën C, po, pyetja domethënë e saktë është nën C e ka gjetur prap Valar Mangulës. E ka gjetë Valar Mangulës. Fatmir shko ke pyetja 17. Kaloj 16 se kemi bo. Okej. Cili ishte komandanti më i ri që e caktoi Muhamedi alayhis salam? Nën A Zeid ibn Harithe, nën B Ebu Bekri, nën C Usame ibn Zeid. Edhe njëherë. Nën A Zeid ibn Harithe, nën B Ebu Bekri, nën C Usame ibn Zeid. Hapim komentën. Okej, vazhdoni. Okej. Okej, pyetja e saktë është nën C. Osame ibn Zeid. E ka gjetur prap vllai Valar Mangulës. Ja, Walid ibn Walid, Khalid ibn Walid nuk ka lidhje këtu. Okej, mbyllni komentet, vazhdo me 18. Në pyetja 18, sa vite qëndruan në shpellën Ashabul Kahf? Nën A 309
vite, nën B 307 vite, nën C 308 vite. Edhe një herë, nën A 309 vite, nën B 307 vite, nën C 308 vite. I hapim komendet. Edhe bismillah. Okej. Pyetja e saktë dhe përgjigjja e saktë, domethënë është nën A 309 vite. E ka gjetur Valar Mangulis, prap. Mashallah. Vllai Valar. Okej, vazhdojmë me Kujtësin 19. Okej, Kujtësin 19. Hadithi paragjykimi është nën A, gënjeshtër e vogël, nën B, gënjeshtër e urejtur, nën C, gënjeshtër më e madhe. Edhe njerë, nën A, gënjeshtër e vogël, nën B, gënjeshtër e urejtur, nën C, gënjeshtër më e madhe. Hapim komentet. Okej. E kemi komentin. Përgjigja e saktë është gënjeshtra më e madhe. Nën C. Domethënë përgjigja e saktë është nën C. Gënjeshtra më e madhe. E ka gjetur vllai Husen Dreza. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, domethënë edhe e fundit. Kujtësi i fundit. Lexoni dritat, 2 suret, ato janë. Nën A, Bekare, Nisa, nën B, Bekare Ali Imran, nën C, Bekare Yasin. Lexoni dritat 2 suret, thot. Çfarë është kjo? Lexoni dritat 2 suret, ajo janë. Po, ato janë. Nën A, Bekare Nisa, nën B, Bekare Ali Imran, nën C, Bekare Yasin. Hapni komentet. Okej. Bravo kjo motor që shkruan gjithmonë okej aty, që unë paktën e kap ku është komenti tjetër i radhës. Okej. Përgjigja e saktë dhe e fundit është nën B. El Bekare Ali Imran. E ka gjetur vllai Valar Mangulis. Allahu ja shpërblet, mashallah, ky vllai i ka ro pikës për çdo gjë. Subhanallah. Shumë i fortë. Tani ka fjalën Fatmiri, unë po shpjellëm pak. Po shpjellëm se Orhani sot në ka ronë me shkop kokës. Vazhdo Fatmir. Të këbër Allah. Allah i pranoft. Pranoje apëzën. Allah është përbleft Hafizit që i ka bo këto, i ka përgatit të kujqët. Elhamdulillah, edhe për xhamat dhe për gjithë. Ajo duk më interesant ajo. Një sekond Fatmir, një sekond isha të fol. Elhamdulillah, dhe më thonë për këto kujqët që në ka bo vllai Orhan, sepse janë për gjithë ne janë, dhe më thonë, që të marrem edhe ne dije, se dhe gjithë ne nuk i dim që të gjojna, dhe më thonë, elhamdulillah, edhe për xhamatin edhe për ne gjithë bashkë, mësojmë diçka më të re, më të mirë. Alhamdulillah, Allah dhe shpërblet Orhan. Amin. Edhe është mirë mu koncentru në pyetje, çka është pyetja, edhe sa ma shkurt përgjigjen me dhonë, se tu e shkrujt emrin e gati, ato vetëm se kanë shkrujt, edhe nëse është mirë mi këshyr ma shumë, do më thonë ma drejt të komente, se më duket disa po ikin. Me sa i të të dhone. Jo, Orhan. A nashta të ti që të ndryshe të në ndryshe. Bravo, duhet, për ne duhet i maj vetëm njëri, që ti vi i njëri. Jo, tamam, ka ne ki caktu që ta. Se ty mund vi interneti ma vonë, a kupton edhe të vjen emri tjetrit. Ati Fatmirit i deli tjetër, mund del tjetër ma mirë, ta maj vetëm njëri. Tamam. Herën tjetër, inshallah, do t'jetë pak më ndryshe, pyetjet përgjigjet do t'jenë për çështjen e fikut.
halali harami, edhe çka prish, çka ndresh në islam, qoftë agjerimit, qoftë namazit, diçka me mësua edhe rreth këtyre temave. Inshallah. Besoj që ja ble. Okej, ftojmë lart e vllajën me 9 pikë I pari ka dalë. Feja Islame në TikTok organizohet Quiz Islam I drejt. Jo vetëm kalka. Ky quiz do ketë dhe lojë për shpise. Fituesi I vendit të parë do ketë dhuratë nga Lina. Mos mungoni. Ju mirëprit. Vllauin moderatori Fatmir Emini. Eja, dëgjoj dhe mëso. E në fund shpërblehu nga Faqja Islame, Feja Islame në TikTok. Quiz Islam me lojë shpërblese.